Zulhajrat Demiri, kandidati I pavarur për kryetar të komunës së Vrapçishtit I përkrahur nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për Shqiptarët, krahu I Zjadin Selës, mbrëm në fshatin Gradec ka hapur shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 11 janarit. Me këtë rast, Demiri foli për arsyet se pse vendosi të kandidojë për zgjedhjet lokale, duke theksuar se një komunë transparente dhe në shërbim të qytetarëve do të jetë prioriteti I tij. Ajo që unë kërkoj nga ju e di dhe jam shumë I vetëdijshëm se çfarë është dhe sa me vlerë është ajo që unë e kërkoj nga ju, sepse gjithmonë unë e them që vota është e shenjtë dhe vota në vetvete ngërthen shumë dimensione dhe shumë segmente. Dhe prandaj ajo votë të cilën unë e kërkoj sigurisht që është besim e ai besim unë ju garantoj që ne nuk do në përkambim. Për forumin rinor, një pjesë vitale e shoqërisë, e cila është promotor I çdo ndryshimi, I çdo iniciative, mirëpor pa mos pasur gërshëtim edhe me gjeneratat të vjetra, çdo pune të cilën nuk është edhe promotori I gjeneratave të tjera në bashkëpunim me rinin, ka bëshllëqet e saj. Te kishot të vjetrit këtu, I përshëndes, I falenderoj dhe ju përkulle me verenarcion sepse janë ata të cilët në situata të ndryshme, në përsisteme të ndryshme, kanë ditur që të mbajnë qirin gjallë, të mbajnë qirin ndezur, sa për të na dhënë neve e të na sjell deri këtu ku ne kemi ardhur. Në hapjen e shtabit të koalicionit Vlen në fshatin Gradec ishin të pranishëm edhe eksponent të lartë të koalicionit Vlen, të cilët premtuan se do të jenë në shërbim të kësaj komune për të mirën e qytetarëve.